Në 90-ën. Nga kaloje, nga cili mal kaloje? Pationa Kakavia kaptonin në poshtë, kërcenim taksira iknin, pastaj në zora viz. Sa kushton të shkojen në Greqi në të ko? Të kaloje nga Kakavia? Kishte në një që ju... Kështu për të kaptuar në këta sekserët ore. Bravo. Jo, s'kam rënë në thonjë të këture, për me thënë të drejtë. Po si ke shku? Më kam ndihmuar dhe vizat edhe kam ikur dhe me këto taksit e Grekut andeja. Se paka shumë kishim një qikë të thjerë edhe gjuhën. A pse ti e ke pas folur gjuhën që më përpara? E kishim pak të thjerë, qikë si gjuhë edhe... Dinim të kondi, nuk si një për shumë që vinte na fjeri. E kuptoj. Si shim na të pireste. Dhe kur ka shkuar për herë të parë pastaj? Në çfarë vendi? Në çfarë qyteti? Në Athinë. Në qatë të Athinës, periferi. Sa orë të shdash ty të mbresh nga këtu në Athinë? Atëhere? Po. Që largë, 5-6 orë. Shumë. Me taksin, a? Me taksin. E sa e ke paguar taksin pak a shumë? 20.000 euro. Kështu drami, 20.000 drami. 20.000 drami? E sa e binin pak a shumë? 20.000 drami? Ka të lejë që e 60.000 lekë. Shumë për në të ko? Shumë që punoj ati në zirë. Sa nëzirjen muaj në Greqi? E nëzirë. Mirë. Kemi punuar, kemi nëzirë. 500 euro, 600 euro, 2.000 euro? Me euro, nuk e ditë të bëj kursin e dramis me euro ndani. Si ashtu. Ose me paran në atë ko? Me lekë vend edhe 1 milion, 1 milion e gjithë. Në atë ko? Në vitet 90? Po na imbrotën firmat, mu. Lekët. Pse sa letë firmat? Po lash plot, tërë për okopin e kurbetit atje lash, pastaj me këto e zurën punën. Çfarë thua mu? Gjithë para ti humbe aty? Mori vefa dhe gjallisa. Po sa para vendose? Dite njëra, dite tjera, 2 milion rami, e njëra 4 milion rami. 4 milion rami që të konvertuara në lek i bie? Bie 4 me 4, sa i bie 16 milion. 16 milion lek në 90-ën ti, në 97-ën? Në 97-ën, 2000... Në 97-ën ti ke vendosur të firmat në 2000 kam emigruar, pastaj s'kam emigruar. Po mirë, si mund ta besoje ti që në atë kohë fusje lek dhe merje më shumë lek pa bërë asgjë? Po që së mundi ja. Po si u sëmurët ju? Po sëmurët, këtu punojnë akoma me të mballosur. Po nuk kanë mësuar njerëzit? Po kush është ai që ta jep lekun kohë? Pas kush mo. Po ha pra. Pas kush. Ti punon gjithë ditën këtu, shëtit delet. Po mërë. Më shëtisin mua këto, shëtisu ato. Po çfarë ndodhin atë kohë? Si ka mundësi që besohej? Besohesh. Njerëzit të dalë nga kjo kështu. Nga izolimi edhe shpërthejtën. O dera kush të punon. Sa shpesh vije vizitoje pastaj Libohovën? Po vija më rria 4-5 muaj andeja, vija një muaj. Athina kishte më shumë lek? Athina ne kemi qenë në periferi, po dhe brenda në Athinë kam punuar. Edhe brenda në Athinë? Dhe brenda në Athinë kam punuar. Pastaj në Krete, Selanike. Po mirë. S'ka pas probleme? Të ndroje emri thjesht. Si e ke patur emrin? Niko. Niko? Po pse zgjodhe Niko? Po ashtu i dha një shokë, si e ka emri ki, i dha Niko, i dha e mbeti Niko. Pasaj më pas e morë veç që kisha emri Recep. Qarë të thanë? Qarë të thanë? Po asjo që të Hajde ullu, hajde. Se në zonë asitur edhe man. Emri si e këti mu se sa më sona? Flori. Flori ta gëzosh, Flori. Malvini? Malvini? Edhe Klajdi. Ta gëzoni, ta gëzoni. Qa mban me vete në çantë ti si bërë? Bukën. Qa ke marrë sot me vete? Ne hapë qik. Qa do hash sot? Kujtë e kam ngrën? Se mos ke salmon? Qa salmon? E kam ngrën bukën o e kam ngrën. Mos ke avokado? Lesh o lesh. Qa fleti? Hëmo, avokado, salmon. Ja kem një kokër modë, ta qirojmë? Aha. Po mirë, na e qiro. Se qa na ka ne, goja lesh? Goja lesh s'na ka? Jo, jo më jo, të ham. Bashkë. Po thikën për çaj mban? Po thika duhet. Duhet gjithmonë një thik me vete? Po që bani pa thiku dove. Çaj duhet tjetër që banin me vete?
Që duhet mu? Këputët, torba në pas. Vje bja dje shumë.